Okej, nuk të gjën, nuk do ta blija prap. Nuk është ndonjë gjë shumë interesante. Unë kam marrë këtë që thonë të gjithë që është shumë e mirë. Dhe duke qenë se dhe motra më tha që ajo tjetër është e shpifur, mëra këtë për të provuar, thash okay, të marr këtë që të gjithë thonë që është wow, është super, është kështu ashtu. Mua nuk po më duket fare interesante. Po, e di pse nuk më duket interesante me të drejtën, sepse kjo është me mango. Dhe unë mango marr në shtëpi gjithë kohë. E përdor frut, domethënë të përditshëm, ha çdo ditë mango. Si mund të hash mollën, manderinën, portokallin, rushin, ku diu, fruta kështu, ashtu e kam dhe unë mango në shtëpi. Dhe e kam më mirë të marr mango të freskët dhe ta ha ashtu domethënë, se sa të ha këtë gjë. Nuk ka lidhje fare me mangon, nuk më jep fare atë shijen e mangos. Është thjesht akullore, me një brumë sipër. Kjo brumi është si plastelina është. Edhe kjo akullore nuk ka, domethënë, sa them unë, është si këto akulloret e reja që kanë dalë që kanë esencë, full me esencë, domethënë, edhe nuk kanë pikën e shijes. Pastaj ky brumi e prish fare. Nuk më pëlqen fare. A kështu. Kjo ishte review-a ime edhe për mochit. Tani unë dua edhe mendimin tuaj në komente. Më thoni ju i keni provuar mochit? Çfarë lloj keni provuar? Ju ka pëlqyer, s'ju ka pëlqyer? Nëse ka ndonjë lloj tjetër mochi që mund të jetë më e mirë, ma sugjeroni se kam rrugë Tirane, kam plot rrugë Tirane këtë kohë. Do shkoj shpesh në Tiranë për shkak të devit. Dhe mund të blej të tjera, kështu që më jepni juve sugjerimet tuaja për llojet që janë të mira, që të di unë çfarë të blej dhe të provoj edhe t'ju tregoj dhe t'ju tregoj dhe unë mendimin tuaj pas. Dhe pastaj edhe mund të bëj dhe video edhe t'ju tregoj mendimin tim këtu, edhe të ndajmë bashkë mendimet për këto produkte të ushqimore. Se për momentin këto video mund të bëj. Derisa të shpilteri. Po përsërit. Kështu, edhe ne do shihemi shumë shpejt në një video tjetër. Bye!